Një trajnim rajonal për rritjen e kapaciteteve për grantet globale me pjesëmarrjen e rreth 100 personave nga të gjitha vendet e Europës juglindore e qendrore, së bashku me rotarianët nga Shqipëria e Kosova, u mbajt në Durrës për herë të parë në këto përmasa kaq të mëdha nga organizata më e madhe shërbyese në botë, Rotary. Një iniciativë e rëndësishme e rotarianëve e cila synon rritjen e aftësive të klubeve të rajonit për të hartuar dhe implementuar projekte me impakt afatgjatë në shërbim të komuniteteve për përmirësimin e jetës së tyre. Një moment historik për Rotary Shqipfolës ishte dhe pjesëmarrja e presidentes së Rotary ndërkombëtar, Stefani Urshik, ku për herë të parë një lidere globale vjen në vendin ton, duke i dhënë zë Shqipërisë e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Çfarë bëri më special këtë event është pjesëmarrja e presidentes së Rotary International, Stefani Urshik, e cila rikonfirmoi suportin e saj për projekte të reja në rajonin ton, të cilat do të zhvillohen në të ardhmen. Ky trajnim konfirmoi edhe një herë rëndësinë e madhe që kanë grandet globale në komunitetet tona, duke patur ndikime domethënëse dhe njëkohësisht konfirmoi edhe një herë tjetër rëndësinë që kanë partneritetet ndërkombëtare në këtë aspekt. Për Butrind Batallin, guvernatorin e distriktit Shqipëri-Kosovë 2485, po bëhet një punë kolosale nga të dyja klube dursake. E të njëjtin vlerësim për të gjitha projektet e finalizuara nga Rotary Club Durrës ndan edhe Neshad Aslani. Këtë ditë neve po mikpresim me zemër plot presidente e Rotary ndërkombëtare Stefani Urshik, e cila i ka kushtuar një javë të plot rotarianëve të Shqipërisë dhe Kosovës. Këtë ditë jemi duke i vizituar të gjitha aktivitetet dhe projektet që klubet kanë ndërmarrë gjatë këtij viti në shërbim të komuniteteve në nevojë. Gjithandej, që nga Shkodra, Durrësi, Tirana, Prishtina, Gjakova, Peja e kështu me radhë. Dhe po bëhet një punë shumë e madhe nga klubet zbatuese, që janë 2 klubet dursake. Dhe po presim që nga kjo të kemi rezultate të mëtutjeshme në përgatitjen e kuadrove për përpilimin e projekteve dhe përfitimet nga fondacioni Rotary në dobi të komuniteteve në nevojë. Rotary është organizatë e mrekullueshme. Jeni me fat që i keni 2 klube Rotary në Durrës, njëri është klubi vjetër, Rotary Club Durrës, dhe tash keni edhe klubin e dytë e Rotary Club Durrës. Do të thonë, Rotary bën shumë punë të mira në mbar botën, po edhe në klubin në Durrës keni bërë shumë aktivitete, shumë projekte. Në përfundim të trajnimit, presidentja Stefani Urshik, e shoqëruar nga të gjithë rotarianët e Durrësit, u ndal në shëtitoren Taulantja për të parë nga afër 2 fushat e basketbollit, investimi i klubit Rotary Durrës për fëmijët e qytetit, nga ku theksoi dhe një herë satisfaksionin që ka marrë nga puna e distriktit, por edhe impresionet shumë të mira që i ka lënë vendi ynë. Ndodhem këtu sepse presidenti i Rotary ndërkombëtar ka një përgjegjësi për të frymëzuar dhe motivuar rotarianët. Për mua pjesa më e mirë e udhëtimit është të shoh se si po ndodhin projektet. Jam shumë e lumtur për atë që po ndodh në këtë distrikt, sepse vetëm pak vite më parë kishte rreth 400 anëtar dhe sot janë më mira. Kjo do të thotë se ka një pasion real për Rotaryn dhe njerëzit janë gati për t'u shërbyer komuniteteve. Ajo që më ka impresionuar më shumë në vendin tuaj është mikpritja e ngrohtë. Është e mrekullueshme dhe shpresoj që edhe kur të mbaroj detyrën time si presidente, mund të kthehem sërish dhe ta shoh vendin si turiste. Me rastin e vizitës së presidentes Urshik, u bë dhe prezantimi i instalacionit Embracing the Ether, një vepër e konceptuar dhe realizuar nga arkitekti Indrit Amiti me teknik inoksi dhe bronzi nën moton simbolike të Rotarit, të shërbesh për te i vetvetes.